Afrimi i datës së zgjedhjeve të përsëritura lokale në disa komuna ka filluar të intensifikojë edhe aktivitetet politike në terren. Në Gostivar, koalicioni vlen ka zyrtarizuar si kandidat për kryetar komunën Nevzat Bejtan, i cili sot edhe zyrtarisht e deponoi kandidaturën e tij në Komisionin Komunal Zgjedhor. Në konferencën e parë zyrtare i shoqëruar nga ministri Azir Aliu e zyrtar të tjerë të koalicionit vlen, Bejta tha se kërkon mbështetje nga të gjithë gostivarasit pa dallim të bindjeve politike, kombëtare dhe fetare. Ai gjithashtu ka falenderuar krerët e koalicionit vlen për besimin dhe mbështetjen e ofruar. Tha se për 8 vite sa pushtetin e kanë pasur të tjerët, Gostivari është shkatëruar. Për 8 vjet të shkuar, qyteti i Gostivarit është shkatëruar. Dhe me këtë mbështetje që më japin liderët e Velenit, do ta ndërpresim shkatrimin e qytetit të Gostivarit. Për shkak se qytetarët e duan qytetin e vet, edhe na do bashkohemi për të ndërtuar bashkë me qytetarët qytetin ton, edhe të bashkuar do jemi deri në fitoren e madhe të 11 janarit. Këtë e bëjmë për të mirën e gjithë qytetarëve të Gostivarit. Thotë se kandidatura e tij vjen si rrjedhoje kërkesës së shumicës së qytetarëve që ai të futet në garë. Deklaron se së shpejti do të zbulojë se si qeverisja aktuale lokale ka keq përdorur mbi 20 deri në 30 milion euro. Meqense 2 mandate ka qenë kryetar komune në emblemën e BDI-s, Bejta foli edhe për koalicionin BDI-ASH në këtë komunë. Është drejta e partive politike, po nuk mund t'i komandojnë votuesit dhe antarësi. Ju e dini shumë mirë si gazetar se Arben Taravari 10 vjet i ka ofenduar votuesit e BDI-s. I ka ofenduar udhëheqësit e BDI-s. Edhe unë nuk besoj se votuesit dhe qytetarët do t'ju japin votën atyre, pa ato do t'ju japin votën kandidatit i cili e meriton dhe që punon për të mirën e qytetit të Gostivarit. Përveç Bejtës, kandidaturën për kryetar të Gostivarit e ka zyrtarizuar edhe kandidati Aleancës Kombëtare për Integrim Valbon Lymani, i cili kërkon të vazhdojë udhëheqjen e Gostivarit, pasi afro 2 vite ka qenë ushtrues detyre në këtë komunë. Në Gostivar përsëritën zgjedhjet për shkak se në tetor nuk u përmbush censusi i nevojshëm. Përveç Gostivarit, zgjedhjet do të përsëriten edhe në Vrapçisht, Mavrov, Rostush, po edhe në qendër Zhup.